Tani, dua të theksoj këtu se edhe Rugova asnjëherë nuk kërkoi më pak se pavarësia dhe ai, por pranoi që nuk ishte interesuar në luftën e armatosur. Dhe Miloševiqi mendonte se ne po largoheshim nga Rugova. Dhe mendonte se kjo ishte gabim i madh i rënd, sepse mendonte se ai pastaj do duhet të merrte me UÇK-n që ishte një qëndrim shumë i ashpër. Tani, dua të theksoj këtu se edhe Rugova asnjëherë nuk kërkoi më pak se pavarësia dhe ai, por pranoi që nuk ishte interesuar në luftën e armatosur. Nuk jam i sigurt kur jam takuar për herë të parë me Thaçin, por mendoj se Miloševiqi ishte i shqetësuar se ne do të menjanonim Rugovën dhe të zgjidhnim UÇK-n si partnerin tanë. Pse ishte i shqetësuar për këtë, nuk jam i sigurt.